Vazhdojmë e punojmë prap brumin. Hishtoj miellit e pastere ujin e ngrohtë derisa të shikojmë me duar që është formuar masa e dëshiruar për brumin e byrekut. E ngjeshim fort me duar që të mbledhim mielin dhe mos ta ngjidim në shtepsis. Vazhdojmë e punojmë fort me duar sepse brumi duhet të jetë elastik. E provoj me gisht në momentin që ne shtypim dhe brumi hipëm prap sipër është gati pra bërë plotësisht ashtu siç duhet për byrekun tonë. Pra, në këtë mënyrë kemi mbaruar me brumin e byrekut, do ta vëmë në sipërfaqe tjetër dhe do ta mbyllojmë me një qese kuzhine. Në këtë mënyrë pra kemi mbuluar brumin e byrekut dhe kemi lënë që të pusoj për disa minuta derisa të formojmë kuleçët tanë dhe petat që na duan për byrekun sipas dëshirës. Brumin e kemi gati dhe tani do ta heqim, do ta ndajmë në dy pjesë sepse kjo sasi për ne është e madhe dhe ne do të bëjmë dy byrek të tillë. Gjysmën e lejmë veç, ja duket që ka ardhur shumë mirë. Do ta marrim, do ta punojmë me dur dhe do ta ndajmë në dy pjesë. Duket që është i butë dhe elastik. E punojmë dhe një herë fort me dur dhe pastaj e ndajmë sipas dëshirës në sa formë të duan, me sa pjesë të duan pra. Ne do ta ndajmë në dy pjesë, njëra do ta lëm veç për ndonjëherë tjetër. E ndajmë brumin në kuleç, do formojmë topuzat e kulaçit pra. Ne byrekun do ta bëjmë me dy shtresa. Me dy shtresa mbushje, pra kemi përgatitur preshin, e kemi skuqur pak, edhe e kemi hedhur dhe gjizën. Do t'i përzejmë së bashku dhe pastaj do t'i shtrojmë në byrekun ton. Ndajmë pra brumin në kuleç. Formojmë kështu pra në dorë, në formë sfere, që të bëjmë edhe kuleçët pra. Ne do ta përgatisim byrekun pra me kuleç, jo me çdo pet për çdo shtresë pra. Në këtë mënyrë do na duhen nga 10 kuleç ose më pak për çdo shtresë. Mbaruam në këtë mënyrë dhe me radhitjen e kuleçve dhe tani do përgatisim. Do t'i bëjmë petashuqen në formë sfere, por ndërkohë përgatisim edhe përmbajtjen apo gjellën e byrekut. Përzihem preshin me gjiza. Preshin pra siç thamë kemi përgatitur më parë, e kemi skuqur pak lehtë edhe e kemi përzier tani me gjizën. Byreku me preshin me gjizë bëhet shumë i shishëm. E përzihem mirë që të bashkohet gjiza me preshin edhe do ta provojmë për kryp edhe do t'i shtojmë pak dhe piper. Ka njerëz që nuk e preferojnë djegse, kështu që mund ta evitoni piperin në rastin tuaj. Hedhim piperin. E përzihem dhe një herë. Ndërkohë, i mbulojmë pak me një picet që të mos na thahet brumi. Tu kemi një seshten, hedhim një seshten atë avallin dhe punojmë petën. Formojmë edhe kulaçin tjetër, petet e tjera në anë të pecës sipër. Në këtë mënyrë pra, kjo është përgatitja e byrekut në kuleç. Formojmë kuleç të vegjël, pastaj petat e vogla dhe i bashkojmë dhe bëjmë një petë të madhe. Ja pra, mbaruam edhe me kulaçin e fundit, pra e kemi ndarë me nga 7 kulaç për çdo shtresë.
lyhem me anë të fuqës, petat një nga një dhe i bashkojmë që të bëjmë petën e parë. Me këtë mënyrë vazhdojmë deri në fund duke lyer çdo petë përpara se të vëmë tjetrën sipër. Kjo e bën petën e shkrifët dhe vaj ullirit është gjithashtu i shëndetshëm, nuk na dëmton pranë. Përgatitjen e byrekut. Tani do të vëmë edhe kulaçin e fundit pra dhe do të hapim petën tonë të madhe për të rrjedhitur poshtë në tepsi. Shtypim pak anët në gisha që të formohet peta dhe mos krijohet në shluk pra. Petën e prarë, pra do të hapim të madhe në mënyrë që ta shtrojmë në tepsi dhe të mbuloj anët e byrekut. E marrim petën e petës dhe e shtrojmë në tepsi. Anët e petës mund t'i rrudhosim në mënyrë që të bëhet edhe byreku të ketë qije mos jetë i gjithë uniform. Peta e fundit do përdoret për lart që të mbulojë dy shtresat e tjera. Hedhim pak vaj në sipërfaqe të preshit dhe të gjizës. Edhe do të hapim edhe petën tjetër të dytën që sapo e bëm. E mbuloj mirë pjesën e gjellës, pra e lëm veç tepsin dhe do fillojmë me përgatitjen e petës së fundit që do të shtrojmë sipër. Ndërkohë hedhim dhe shtresën e dytë të gjellës, pra të preshit me gjizë se kemi përgatitur më parë. Vazhdojmë edhe me shtresën e fundit të byrekut. Në këtë mënyrë pra, i përthyem anët e byrekut që të duken dhe bukur në formë gërseti. Dhe mos harroni të ndizni përpara se të mbaroni dhe furrën që të jetë ngrohtë. Byrekun e presim në forma dhe pastaj i pjekim. Dhe pas pjekjes ai do jetë i gatshëm për t'u ndarë në copa. Dhe nuk keni nevojë që ta prisni pra. Pas të ndajmë do t'i shtojmë pak qumash që të bëhet me shkrifët dhe të fryhet më shumë. Ja edhe byreku me preshë me gjizë është gati.